Radiatori është një pjesë kyçe e sistemit të ftohjes së motorit. Ai punon si një shkëmbyes nxehtësie për të larguar nxehtësinë e tepërt nga motori dhe për të mbajtur motorin në një temperaturë pune të sigurt dhe efikase. Si funksionon në praktik? Uji ose antifriza qarkullon nëpër kanalet e motorit dhe thith nxehtësinë që krijohet gjatë djegjes së karburantit. Lëngu i nxehtë shkon në radiator, ku përmes tubave të hollë dhe fijeve ai transferon nxehtësinë në ajër. Ajri që kalon përmes radiatorit i largon këto nxehti duke ftohur lëngun. Lëngu i ftohur kthehet në motor për të vazhduar ciklin. Antifrizi përdoret më shpesh se sa vetëm uji, sepse parandalon ngrirjen në temperaturë të ulët, korozionin dhe ndihmon në shpërndarjen e nxehtësisë. Pse është kaq i rëndësishëm? Mbajtja e temperaturës optimale parandalon binxejjen e motorit dhe dështimet e motorit. Redukton konsum të lëndës djegëse dhe shkatërim të pjesëve të brendshme të motorit. Ndihmon në funksionimin e mirë të kondicionerit dhe sistemeve të tjera që përdorin nxehtësinë. Nëse radiatori është i bllokuar ose i dëmtuar, motori mund të mbinxehet, çka mund të shkaktojë dëme serioze në valvulat, pistonët apo edhe bllokun e motorit. Kur zgjedh një radiator për zëvendësim ose për përmirësim të ftohjes, ka disa marka të njohura që njihen për cilësi, jetëgjatësi dhe performancë. Denso, Mahle.